Shlyerja e një humbjeje, nga jeta e të dërguarit Muhammed. Ngjitur me anën veriperëndimore të Qabes, është një hapësirë e vogël e qarkuar nga një mur i ulët gjysmërrethor. Dy skajet e murit thuajse prekin kulmet veriore e perëndimore të shtëpisë, duke u lënë një kalim haxhinjve. Po shumë haxhinj e zgjerojnë rrethin e tyre në këtë pikë dhe përfshin zonën në orbitën e tyre, duke kaluar për qark anës së jashtme të murit të ulët. Hapësira midis tij quhet Hijr Ismail, sepse varret e Ismailit dhe Haxherës ndodhen në ngure të shtruar në të. Abdul Mutalibit i pëlqente aq shumë të ishte pranë Qabes, saqë nganjëherë urdhëronte t'i shtronin një divan në Hijr. Dhe një natë, kur po flinte aty, një figurë e përhimt i erdhi në ëndër e tha: "Gërmo kthjelltësi të ëmbël." "Ç'është kthjelltësia e ëmbël?" pyeti ai, por folësi u zhduk. Megjithatë, ai ndjeu gëzimin, gjithashtu edhe paqen të tillë shpirtërore kur u zgjua. Saqë vendosi të kalonte aty dhe natën tjetër. Vizitori u kthye e tha: "Gërmo pa mirësi." Por pyetja e tij nuk mori përgjigje as këtë herë. Natën e tretë ju tha: "Gërmoje dhe sarin e vën me njan." Dhe folësi u zhduk sërish me të pyetur. Por natën e katërt, urdhri ishte: "Gërmo Zemzemin." Dhe kësaj radhe, kur ai tha: "Ç'është Zemzemi?" folësi u përgjigj: "Gërmoje se nuk do të pendohesh. Pasi ajo është trashëgimia jote nga i pari yt më i madh. Kur s'do të thahet, as nuk do të dështoj, taujis mbar tubimin e haxhinjve." Pastaj folësi i tha të kërkonte një vend ku kishte gjak dhe pleh, një folemi lingonash dhe korba qukitës. Në fund ju tha të lutej për ujë të kulluar vërshues, që do t'i furnizoj me ujë haxhinjt gjatë tërë haxhit. Teksa po agonte dita e re, Abdul Mutalibi u ngrit dhe la Hijrin në qoshën veriore të shtëpisë së shenjtë, të quajtur Cepi i Rakan. Pastaj eci përgjatë murit verilindor, në skajin tjetër të cilit është dera e Qabes. Me ta kaluar, u ndal pak hapa matan, në cepin lindor, ku puthej plot nderim gurin e zi. Se andemi, ai filloi rritin e rrotullimeve, duke kaluar përtej derës së cepit iraken, metan Hijrit e për të qoshja perëndimore, cepi sirian, dhe prej këtu në cepin Gjemenas, të ndodhur nga jugu. Bitë e Ibrahimit, linjat e Ismailit dhe të Isakut u rrotullsillen faltoreve të tyre me një lëvizje të kundërt me atë të diellit. Tek ecte nga cepi Gjemenas drejt gurit të zi, ai mund të shite për pjetën e errët të Ebu Kubejsit dhe përtej saj kodrat më të largët alindore, të konturizuara thekshëm kundër dritës së verdhë. Ai u soll rrotull 7 herë, dhe çdo herë drita ishte dukshëm më e shëndritshme, sepse në Arabi agimet dhe muzikjet janë të shkurtra. Me ta kryer ritin, ai shkoi nga gurizit e dera dhe i kapur pas unazës metalike që varen nga dryni, bëri lutjen që ishte urdhëruar të kryente. Në rahje krahesh, u dëgjua dhe një zog zbriti në rër. Pastaj u ul edhe një tjetër. E me të mbaruar lutjen, ai u kthye t'i shite, teksa fryeshi me ecin e tyre prej korpi, drejt dy kureve skulpturor, që ishin rreth 90 metra larg, thuajse përballë derës. Këta ishin përvetësuar si idhuj, e pikërisht mes tyre i bënin Kurejshet flijet e tyre. Abdul Mutalibi e dinte mirë, ashtu sikurse dhe korbat,
se atje kishte gjithmonë gjak mbi rër, kishte edhe ple, e tek po afrohej ai tani, pas se aty ishte një fole milingonësh. Ai shkoi në shtëpi e mori 2 kazma, njërin prej të cilave ja dha të birit Harithit, të cilin e solli me vete në vendin ku e dinte se duhej gërmuar. Zhurma mbytur e veglave në rër dhe pamja pa zakont, obori mund të shihej nga çdo anë. Tërhoqi shpejt një turm dhe me gjithë respektin e përgjithshëm për Abdul Mutalibin, disa prej tyre protestuan se ishte sakrilegj të gërmohej në vendin e flijimit mes idhujve dhe se duhet të ndalonte. Ai ju përgjigj se nuk do ta bënte këtë dhe i tha Harithit t'i qëndronte pranë që të mos i përzihej kush gjatë gërmimit. Ishte qasti të ndosur dhe përfundimi mund të kishte qenë i pakëndshëm, por 2 hashimitët ishin të vendosur e të bashkuar, ndërsa shikuesit të befasuar. Nuk ishte se këta idhuj Isafi e Naila kishin pozitë të lartë mes idhujve të Mekës. Disa madje metonin se ishin një burr e një grua, Gjurhumit, që ishin gurosur, se kishin përdosur qaben. Kështu, Abdul Mutalibi vazhdoi të gërmonte pa kur farë lëvizjeje nga çdo kush për ta ndaluar. Dhe disa nga njerëzit po iknin nga faltorja, kur papritur ai goditi kapakun e gurit të pusit dhe lëshoi një thërim falënderuese për Zotin. Turma u rimblodh dhe u rit, e kur ai filloi të nxirrte thesarin që kishte groposur aty Gjurhumi, të gjithë shfaqën pretendim për pjesën e tyre. Abdul Mutalibi u pajtua që të hidhej short për çdo objekt, nëse duhej të mbaj në faltore, të merrej prej tij personalisht, apo të ndahej mes fisit. Kjo ishte bërë mënyra e pranuar e vendosjes së një çështjeje me dyshim dhe kryhej me hedhje shigjetash brenda qapes. Përballë idhullit Moabit, Hubelit, kësaj here një pjesë e thesarit i shkoi qapes e një pjesë Abdul Mutalibit, por asgjë Kurejshve në përgjithësi. U ra në pajtim gjithashtu që klani i Hashimit të merrte kujdestarinë e Zemzemit, nga që gjithsesi ishte funksioni tyre që të siguronin ujë haxhinjeve.